Mirë mëngjesit të gjithëve. Atëherë mëngjesi jona më thonë sa të shkon këmisha. Faleminderit, zeza më shkon përgjithësi. Po si kjo kanë 3 lloj këmisha të zeza, vetëm këtë e kisha të hekurosur. Kështu që laj thaj, po vesh sepse s'kam pas kohë të hekurosur rroba. Të marr pak pijen time. Faleminderit. Sot live është shumë i bukur, sepse Eduard Kaca, që është këtu, ja ta përshëndes pak. Prit ta kthej, tani e ktheva. Përshëndes. Tani mund të Përshëndetje. Edi ka përgatitur disa pyetje, surprizë, nuk e di çfarë janë, por kanë të bëjnë më shumë me anktin. Ky shpjegim do jetë një shpjegim në lidhje me emocionet, bllokimet emocionale, ankthi, stresi, frika, pasiguria, mendimet negative. Pra ky live, ky seminar le ta quajmë, kjo bisedë. Pra shpjegime do jetë rreth këtyre çështjeve që unë sapo përmenda, por ndryshe nga herët e tjera pyetjet do mi drejtoj Edi. Sa pyetje janë? 8. 8. Që janë shumë. Sa është ora? Jo, 8 se besoj të na dali koha. Ha? Okej. Se nuk ka njerëzit e tjerë për të tjerë. Jo, edhe ti 8, edhe njerëzit këtu është too much. Më sot jam me tjetëja me një dhimbje koke, kështu që thjesht të futa live se s'doja ta lija. E bëjmë kështu. Po mbyll komentet dhe fokusohemi te Edi. Ju uroj të gjithëve një javë të mbar, një ditë të mbar, të bekuar, të vetëdijshme, pozitive, me dashuri për veten, mbi të gjitha dhe mirëkuptim dhe tolerancë dhe për të tjerët. Kjo është java e trajnimeve. Dhe kur them java e trajnimeve, specifikisht trajnimi për të menaxhuar anktin, dhe nuk ka të bëjë thjesht me anktin, po trajnimi për të njohur më shumë emocionet e tua, brendësinë tënde. Mundësia që ti ke për të njohur më shumë se si funksionojnë reagimet e tua emocionale, mekanizmat që ti ke për të përballuar stresin. Pra është një shpjegim bazik, le ta quajmë, është një nevojë bazike themelore që çdo qenie njerëzore duhet ta di. Pra duhet të jetë i informuar për të menaxhuar emocionet e vet, ajo që ne nuk e kemi bërë. Dhe nuk i kemi pas këtë lloj backgroundi dhe këtë lloj formimi, qoftë nga brezat para nesh, qoftë edhe brezyn. Pra ne çfarë bëjmë? Momenti që ne vuajmë nga ankthi, atëherë kujtohemi të themi çfarë është ankthi. Momenti që ne vuajmë dhe nuk dimë si të menaxhojmë stresin në përditshmëri, na shkatron atë qetësinë tonë dhe paqen e brendshme, na shkatron marrëdhëniet me të tjerë, atëherë kujtohemi të mësojmë se si ta menaxhojmë stresin. Momenti kur kemi mendime negative, atëherë kujtohemi se si të menaxhojmë mendimet negative, por kjo nuk është e sakta. E sakta është që ne që në vegjëli, siç po bëjmë ne me vajzën tonë apo siç po bëjnë shumë të tjerë me fëmijët e tyre, ta mësojmë se si të përballet, se si ta përballojë fëmia një situatë stresante. Jo gjithmonë duke u lëritur, jo gjithmonë duke përplasur gjëra, por vetëm mësoj se si ti përpunoj emocionet e veta. Prandaj dua në këtë live që ti përgjigjem disa pyetjeve që Edi më ka drejtuar. Kisha kam shumë kohë pa qenë në një intervistë. Them të drejtën, që njerëzit më bëjnë pyetje dhe unë përgjigjem. Ka më shumë se 6 muaj pa qenë në një podcast ose intervistë ose summit ose seminar. Kështu që është momenti unë të rri dhe të flas kur të më jepet leja. Kështu që e mbylla dhe tani pres pyetjet. Ja, për shembull konkret, shiko, erdhën shumë njerëz. U mbush lokali, ky djali që është e Banaku, u acarua, u stresua me gocën e kamarierën, janë shumë njerëz, ka 20 njerëz, i bërtit i çoj zërin. Kjo s'është saktë. Se stresohesh ti që ka shumë njerëz aty, nuk është fajt njerëzve, pra ti duhet të dish si të menaxhosh your shit, lëmshin tënd, duhet të dish si ta përpunosh që mos t'ja përplasësh të tjerëve. Ta mbash, të dish si ta mbash stresin, anktin, ta përpunosh dhe mos të prishi cilësinë e jetës. Kështu që fillojmë pyetja e parë pa humbur kohë, jepi. Vetëm do të çosh pak zërin, ë? Po. Pyetja e parë. A kalon ankthi dhe si kalon ankthi? A kalon ankthi dhe si kalon ankthi? Ankthi kalon. Unë doja të përgjigjesha si nuk kalon ankthi. Të kundërtën e asaj që ti më kërkove. Ankthi nuk kalon, po nuk ndryshuam rrethanat. Ankthi nuk ndalon, po nuk ndryshuam ushqimin që fusim në gojë. Ankthi nuk ndalon dhe nuk kalon, po nuk ndryshuam njerëzit me të cilët shoqërohemi çdo ditë.
Ankthi nuk kalon dhe nuk shpëton dot ti nga ankthi nëse nuk ndryshon ushqimin që jep trurit. Çfarë lexon, çfarë shikon, çfarë biseda përfshihesh. Ankthi nuk ndryshon dhe nuk kalon nëse ti trupi nuk e lëviz. Vrap, ecje, not, palestër, kërcim, zumba, sport, futboll, çfarë të duash ti. Boks, sportin që të përshtatet, por trupi duhet të lëvizi. Ankthi nuk kalon nëse ti nuk bën një ndërthurje të shërimit të traumave me riprogramimin e trurit dhe ndryshimin e zakoneve. Besoj e morët përgjigjen se si ndryshon ankthi. Vazhdojmë. Cilat janë simptomat fizike kur jemi në hapat e parë të ankthit? Simptomat fizike kur jemi në hapat e parë të ankthit. Nuk mund ta përkufizoj me një fjali të përgjithshme që do përmbledhë të gjitha simptomat fizike të të gjithë njerëzve. Pse? Sepse simptomat fizike të ankthit variojnë nga personi në person, nga situata në situatë, nga niveli si ajo maja e lapsit, si ai lapsi që është ajo maja dhe është pjesa e fundit, sa është konsumuar ai lapsi, deri ku ka arritur ankthi, në çfarë niveli, në çfarë stadi ka arritur. Pra, simptomat kryesore që mund të quhen simptomat të cilat i përjetojnë pothuajse të gjithë njerëzit, që janë simptomat fillestare, është ajo ndjesia e shqetësimit të vazhdueshëm, sikur ti je praktikisht do përdor një term popullor, sikur je në majë të gjëmbave dhe nuk je rehat në trupin tënd. Domethënë diçka të shqetëson, ndonjëherë e padukshme, është diçka e brendshme që ti je vazhdimisht në shqetësim, në stres, dhe ti nuk di si t'ja japësh përgjigjen. Dhe kjo kalon me simptomat e tjera fizike që përgjigjen ti e jep duke e manifestuar në rrahje të shpeshta të zemrës, djersitje të duarve, rëndesa në kraharor, mpirjen pas koke, e shumë simptomat e tjera. Dhe mbi të gjitha, simptomat fillestare të ankthit lidhen dhe me nivelin e mendimeve. Janë mendimet shqetësuese, të cilat ty të bëjnë që të ndihesh ankth në situatat më normale, si të shkosh në vendin e punës, si të shkosh në praninë e dikujt, si të shkosh në një qendër tregtare, si të shkosh në supermarket, si të japësh makinës. Pra, në përgjithësi simptomat fillestare të ankthit lidhen me një mendim shqetësues dhe në fakt kjo manifestohet edhe me veprime në përditshmëri, sepse ti merr masa. Ti kur fillojnë ato mendimet fillestare shqetësuese, kur fillojnë ato simptomat e fillimit, le t'i quajmë në trup, ti merr masa, ti thua nuk do shkoj te puna. Ka persona që 6 muaj kanë qenë të mbyllur në shtëpi, që kanë ardhur te trajnimi. Po 6 muaj. Domethënë ti vepron nga frika, i dorëzosh frikës dhe bësh pjesë e atij ciklit të frikës, ciklit të ankthit, sepse ankthi është si një cikël i mbyllur, që fillon me një reagim emocional, pasohet me një mendim të caktuar, përforcohet me veprimin që ti ndërmerr dhe përsëritet cikli, dhe sa më shumë të shtohet frika, aq më shumë e ushqen ankthin, përforcohet më shumë. Kështu që simptomat fizike janë pafund, për çdo njeri ndryshojnë, janë nga më të ndryshme, por këto mendoj që janë ndër më kryesore, që ti biem shkurt. Vazhdojmë. Next, pyetja e radhës. Si mund të regjistrojmë të trajnimi, menaxhimit të ankthit, por nuk duhet që familja ose shoqëria ose vendi punës ta di që unë kam ankth dhe unë jam në një trajnim, çka e tjetër. Si mund ta bëj? Pra, si mund të regjistrojmë të trajnimi dhe mos ta marrë vesh shoqëria apo familja? E pse duhet ta marrë vesh familja dhe shoqëria? Ose vendi punës? Nuk duhet që ata ta dinë që unë kam ankth. Okej, shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Ne nuk i detyrojmë askujt asgjë. Ti nuk i detyrosh askujt asgjë. Ti nuk i detyrosh askujt që të shpjegosh se çfarë je duke bërë ti. Fatkeqësisht e kam thënë dhe do ta them, shumica e njerëzve që vinë te trajnimi për të menaxhuar ankthin te unë e bëjnë fshehtas. Nuk do doja të ishim në këto kushte, në këto rrethana, do doja që secili nga ju të kishte guximin dhe të dilte hapur edhe të pranonte emocionet e veta, por ka shumë persona që nuk janë gati, nuk e kanë këtë nivel vetbesimi, këtë mund ta kenë pasi bëjnë trajnimin, jam dakord, pasi punojnë me veten, por si fillim e mbajnë të fshehtë dhe kjo është okay. Nuk je i detyruar të japësh shpjegime askujt, nuk je i detyruar të
flasësh me kolegët se si ndihesh, nëse nuk ndihesh rehat, nëse e di që do të gjykojnë, nuk je i detyruar për asnjë moment të diskutosh me familjarët e tu që të kanë bullizuar edhe nuk të kanë kuptuar asnjëherë. Bëje trajnimin, regjistrohu dhe s'ke pse ta ndash me askënd. Do punojmë bashkë, do e mbash të fshehtë, do tentojmë të arrisim vetbesimin, kuptohet që në fund të trajnimit të kesh atë aftësinë për të dalë hapur me ndjenjat e tua, sepse sa më shumë ti fshesh ato ndjenja dhe sa më shumë ti mbash fshehta, më shumë rëndësi u jep të tjerëve. Unë këtë kuptova nga rrugtimi im, këtë kuptova kur vuaja nga ankthi, këtë kuptova kur vuaja nga diagnoza e autizmit, mundohesha ta mbaja të fshehtë autizmin e vajzës, ose ankthi kur e vuaja vet. Jo, nuk do mbash asgjë të fshehtë. Kur ti mban gjëra të fshehta, sikur je krijon hapësirën tjetrit të gjykojë, të bullizoj, sikur je tjetrit një nivel superioriteti në jetën tënde. Jam shumë dakord në një trajnim të tillë. Jo, më fal, vazhdo. Jo, do të thojë që unë s'dua ta marr në vesh të puna. Po mirë, mos ja thuaj, mos ja thuaj. Se ta marrin ata vesh një. Po mos ja thuaj. Se çat mirë do mësillin ata, po ta marrin vesh ata. Nuk e pse mund të më heqin nga puna. Të heqin nga puna, se ka. Ti ka ankth të më heqin nga puna. Deri tani s'e kam dëgjuar ndonjë rast të tillë, po që ka. Okej. Në Shqipëri, fundi ose edhe jashtë. Po mirë, po s'ka. Shiko, që ta qartësojmë pak. Nuk ke pse, nuk ke dikush që vjen nga ankthi, nuk ka pse ta ndaj me. Okej, unë kam ato guxime, kam pas që në fillim jo, se edhe unë maskoja shumë, maskoja shumë. Shtiresha shumë, buzëqeshja, e maskoja shumë. Po më vonë e mora atë guxim, një sekondësh kalon ai durimi dhe thua mjaft jetota për të tjerët. Por në rastin që ti po e bën kaq konkrete, që ka njerëz që s'duan, okay, mos e thuaj. Shiko. Arsyeja që unë i bëj trajnimet, ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë që nëse unë do filmoja rastet e shërimeve, unë do isha shumë virale, po nuk e bëj, sepse është shërim emocional. Arsyeja që unë i bëj trajnimet pavarësisht se jam person publik, pavarësisht se jam shumë angazhuar me rrjetet sociale, trajnimet janë trajnime, janë shumë private. Unë nuk ndaj nga trajnimet asgjë në rrjetet sociale. Ato dy vlerësime që flet dikush me video, është në shtëpinë e tij, merr telefonin e vendos para dhe e bën sepse e ndije dhe ka dëshirë ta bëj. Pra, trajnimet janë shumë private. Asnjë gjë nuk del nga trajnimet. Asnjë gjë, janë trajnime private. Ti shëron veten tënde, s'ka pse ta marrë vesh askush se vuan ti nga ankthi. Me thënë, e kuptoj këtë shqetësim që mund të kenë shqiptarët, sepse jetojnë për të tjerë dhe shqetësojnë çfarë do thonë të tjerët. Okej, mos e thuaj njeriu të futur në trajnim, bëje fshehtas. Vazhdojmë. Pyetja tjetër. Pyetja tjetër. Ke pasur student që kanë lënë medikamentet e ankthit? Ti bën sikur se di? Apo ndoshta vetë si di të gjitha rastet? Jo, nuk di. Janë 2-3 raste, por nuk është se 2-3 që kanë dalur vetë domethënë. Atëherë pyetja ishte a ke pas student të cilët kanë lënë medikamentet e ankthit? 2-3 raste dieti. Kam pas me 10 raste. Rasti më i freskët, ti e di ishe prezent, që e shprehu publikisht, një grup të mbyllur, le ta quajmë, që kishte 10 vite. Kokrat me vete, 10 vite me medikamente, 10 vite seanca me të njëjtin psikolog, 10 vite te njëjti psikiatër, 10 vite me të njëjtin ilaç. Erdhi te unë, bëri trajnimin dhe çfarë tha atë ditë? Si e tha, e mbavën si e shprehu atë fjalin? Për ilaçet si i quajti me një term? Jo, sa. E vetmja tha që mi hoqi ato helme nga duart ishte jona, helm. Me thënë patjetër që ka pas pafund raste, sepse shiko, një njeri që vjen te unë dhe kërkon të shëroj emocionalisht veten nga ankthi, se ankthi nuk është sëmundje, është një emocion, por përpiqet të menaxhoj emocionet, përfshirë këtu dhe ankthin, frikën, pasigurit, vetbesimin e ulët. Një njeri i tillë, sigurisht që ka marrë medikamente për shumë gjatë dhe ka kuptuar që nuk kanë funksionuar, prandaj është e unë, prandaj do një zgjidhje tjetër, se po të kishin funksionuar, do vazhdonte jetën i lumtur. Po medikamentet kanë shumë efekte anësore dhe normalisht ata e kuptojnë. Ata që e kuptojnë vinë dhe i ndihmoj patjetër që janë metodat të tilla që ti bën një terapi të brendshme vetes tënde dhe sigurisht unë jam aty 4 javë ndihmoj, flasim çdo ditë që ti suportoj se unë e di ku do ngecen. Unë e di ku do i hasin ato rezistencat e para. Se është rruga që kam për vete, e di ku do ngecen, e di ku do vjen momenti që do më sulmojnë mua se do thonë për shembull, nuk funksiona, dhe unë e kap aty ku duhet, e godas aty ku duhet, i them lëri janë justifikime. Unë vazhdoj jetën time në rregull, jam me burrin me vajzën, ti do ngelesh prapë aty, mundohen ta marr me vete deri në fund të 4 javëve dhe kur i kalojnë ato pengesa njëra mbas tjetrës se kuptojnë që për çfarë duan medikamentet. Se unë kalova gjithë këto bllokimet e vetja.
Për çfarë më duhet një kokër mua kur kjo kokra mua më lë gjysmë në gjumë gjithë vitën me heq mundësinë që të shijoj, të përjetoj emocione. Edhe po, ka pas shumë raste që i kalon medikamentet. Është një ndër efektet pozitive në fund të trajnimit që heqin dorë vetë nga çdo gjë e jashtme për të fuqizuar veten. Bazohen vetëm te fuqia e brendshme. Po. Pyetja tjetër. Si mund ta ndihmoj gruan ose bashkëshortin ose vëllain apo motrën nëse ata kanë ankth? Jam shumë e lumtur që e bëm këtë pyetje, sepse Këtë pyetje bëj sepse e di pse e po bëm. do më dhe ma kalogama. Po. Tani e këtë kaluar gati. Këtë pyetje bëj sepse jam ndodhur vetë në atë gjendje që përballesha me një atak paniku Timin, tëndin, edhe nuk dija që të bëja. Unë shikoja dhe o Zot, ndihmo ç'a të bëj unë. Sepse nuk kisha informacion fare, më vonë mora informacion se çfarë duhet bëj, por prap nuk kisha informacion thash. dhe në disa raste ti niseshe për mirë, po ti ma bëje më keq. keq. Që bëja është hidhja pak ujë, bie dëgjoja pak në fytyrë. Po, por unë s'doja vetëm të gjuaj tyrën dhe ujin, unë doja më shumë më ngrohtësinë, unë doja të më kuptoje, po ti s'më kuptoje do se kishe kaluar vetë. E di. Edhe shumë të tjerë nuk kuptojnë. E di. Njerëz të tyre, E vetëm di. për këtë pyetje. Ja ta shpjegoj tani. Prandaj thash jam shumë e lumtur që ti e bën këtë pyetje sepse sa do doja unë ta bie këtë pyetje ti para shumë vitesh, por ndonjëherë ne i kalojmë këto sfida që të dimë se si të ndihmojmë të tjerët. Edhe jam shumë krenare me ty. Që merr guximin të bën një pyetje të tillë, ua shpjegon dhe këtu live që të ndihmosh sa më shumë njerëz. Kjo është shumë e veçantë. Duke e ditur çka kemi kaluar ne të dy. Sepse di që ka shumë njerëz në Duke e vendin ditur tim. çka kemi kaluar ne të dy. Siç isha unë. Për ata njerëz që janë në vendin tënd, ti më pyete më fal për ankthën apo atak paniku Jo, pyeta specifikisht? për ankthën dhe për atak paniku. Dhe për atak paniku, Për të gjendjen. dyja. Për të dyja. Duhet të marrim parasysh diçka që në momentet që fillon ankthi, personi që është duke përjetuar ankth ka një shqetësim të brendshëm. Pra unë jam duke me marr shembull, unë tani kam diçka që më shqetëson. Dhe gjëja kryesore që unë dua të dëgjoj në ato momente është që e di që je shqetësuar, por jam unë këtu për ty, edhe ta premtoj që do shkoj çdo gjë mirë. Jepi pak kohë vetes, hajde rrim pak bashk, të më kapësh, të më përqafosh, dhe të thosh do shkoj çdo gjë mirë. Nëse unë dua të qaj të më lejosh, mos më thuaj pusho, mos qaj, mos më thuaj po pse bën kështu, mos fol, nuk dua të flasësh. Kur unë kam atë shqetësim, atë shpërthimin e ankthit, nuk dua të më flasësh, dua vetëm dy gjëra do të bëj. dua vetëm të më thuash që jam këtu për ty dhe do bëhet më mirë, jam unë këtu për ty dhe thjesht të më përqafosh dhe të më lejosh ta shkarkoj atë energji. Ndërsa ataku panikut është tjetër gjë. Në atakun e panikut, unë sugjeroj që trupi të lëvizi, nuk mund të rrit trupi i gozhduar në një vend, ka nevojë të lëviz. Me thënë nëse ti je këtu me mua dhe më fillon një atak paniku, do më thuash hajde zemër shpejt, dalim në ajër të pastër. Dalim jashtë, ikim bashkë në tualet, hedhim pak ujë, dalim bëjmë një ecje, jemi në shtëpi, hajde shpejt, vendosi pak muzikë, lëvizim kërcem, 5 hedhje, 5 squat, lëviz trupin, lëviz sepse është një energji akumuluar shumë e madhe në trup në ato momente që aktivizohet dhe prodhohet nga sistemi i aktivizimit sistemit nervor të mbijetesës. Dhe sistemi nervor i mbijetesës, trupin, muskujt, rrahjet e zemrës, gjakun, gjithçka, mushkërinë e ka bërë gati që të vrapojë ndaj rrezikut, por rrezik potencial nuk ka në të vërtetë. Është rrezik është një iluzion, nuk është se ekziston, po energjia prodhohet tashmë dhe ajo energji del diku, del në simptomat fizike, po ti e përdor atë energji e konkretizon. Pra nëse ti do më thoje hajde me mua tani që përjeton atak paniku, dalim jashtë, bëjmë një ecje, të më kapje dorë, mos të më lëshoje, të më merrje me zor, të ecnim, do më ndihmonte shumë. Dhe ndërsa ti vije me hidhje ujë, me gjuaj edhe me tundje, do më thonë mua nuk më ndihmonte ajo gjë, mua më bënte më keq sepse unë thaja unë po vdes dhe ky po më kthen në jetë. Por që ka shumë njerëz që e vuajnë këtë gjë dhe nuk dinë se si ta menaxhojnë. Nuk e di është mjaftueshme apo të shtoj edhe disa teknika. Teknikat e tjera të trajnimi, pastaj ka pafund teknika se si ti menaxhojmë këtë gjendje. Vazhdoj. Sa persona ja kanë dalë të çiro nga ankthi? Që kanë punuar me mua? Po, që kanë punuar me ty. Nga trajnimet e tua, sa persona? Janë mira raste. Janë mira raste. Shiko, të shpjegoj një herë çfarë do të thotë t'ja dalësh me ankthi? Po.
sepse ndoshta dikush mendon t'ia dal me anktin, se shta ndjesia. Ke parasysh kur të ngulet në një gjëmb te gishti dhe ti thua e heq, e ai ku, jo nuk ikën ashtu. Ankthi është një emocion që është pjesë e jona dhe do jetë vazhdimisht. Por është një emocion që përjetohet shumë alert, trupi reagon në mënyrë shumë alert, në mënyrë shumë të alarmuar, dhe kur ti arrin ta mbash në ato nivelet normale, ky alarmim nuk arrin të të çakordoj të nxjerrë nga shinat e përditshmërisë e jetës normale, pra nuk e humbet kontrollin, po e ke ti kontrollin. Që të shpëtosh nga ankthi nuk do të thotë që nuk do ekzistojë më ky emocion, sepse unë e them, vetëm një grupim njerëzish janë ata që nuk kanë ankth, janë të vdekurit. Për sa kohë ne jemi gjallë do kemi ankth patjetër, është reagim emocional, është emocion, nuk ka si. Nuk ka si të ndodhi që mos të kemi. Por që të shpëtosh nga ankthi dhe ata mira njerëz që shiko, nga YouTube janë mbi 25.000 njerëz që kanë ndjek rregullisht 2-3 seri video të ankthit, mbi 25.000 njerëz nga YouTube, që është çmenduri. Domethënë unë prekem, emocionohem se ky është përmbushje emisioni. Domethënë nga një e humbur që isha e pa shpresë, mirë që ja dola vetë 25.000 njerëz pa ju kërkuar asnjë lek në këmbim. Ju ja vash aty ja ku e ke mere. Ndërsa personat që kanë ardhur te unë dhe kemi bërë rrugën për ditë bashkë, që kemi komunikuar, i kam suportuar, i kam ndihmuar, ju kam parë detyrat si i kanë bërë, nuk i kam bërë do detyrat, i kam ndihmuar t'i bëjnë, ata janë mira, nuk e di sa. Do më duhet futem te ato bloqet e akademisë që kam e të shikoj të numëroj, por janë shumë, janë pakun, janë mira. Kështu që t'ja dalësh me anktin do të thotë të dish se kush je ti si njeri, çfarë janë emocionet e tua, çfarë është ky ankthi, të dish butonat, cilat butona të shtypësh në mendje dhe cilat mos të shtypësh. Cilat butona ti lësh në harres, sepse janë gjëra të gabuara që të kanë thënë të tjerë, dhe cilët butona ti përforcosh, ti qarkosh aty me ngjyrë të kuqe që duhet i shtypësh çdo ditë, besoj e kupton çfarë dua të them. Pra, që të shpëtosh nga ankthi do të thotë të njohësh brendësinë tënde. Mos jemi ignorant të paditur në këtë fushën e shëndetit mendor emocional. Mos t'i falemi Jonës, mos t'i falemi Edit, mos t'i falemi psikologut, mos t'i falemi hoxhës, priftit, psikiatrit, kokrave. Jo, vetes tonë dhe Zotit. Ti thuash Zotit, tani më jep një shenjë dhe Zoti shikon të sjell këtë video, ti e shikon, është shenja jote. Fillo trajnimi ta edukosh veten, trajnimi që është për anktin. Është shkollë më vete, unë dua ti të edukohesh, nuk dua ti të kthehesh më te unë. Unë s'bëj seanca për anktin. Nuk bëj seanca, të ndjekun ty me seanca muaj dhe vite. Jo, nuk e pranoj ta bëj atë gjë. Sepse unë e di çfarë ka nevojë një njeri t'ja dali me anktin, si ja dola unë. Nuk ka nevojë të zvarritet me muaj dhe vite, ka nevojë të mësoj sekretin dhe ta praktikoj sekretin. Kaq. Vazhdojmë. Pyetja tjetër. Mund të marrin pjesë në trajnim persona që nuk kanë ankth, por që duan të formohen, të trajnohen. Sa e bukur para kjo. prim, pse duhet presin që dikush të ketë ankth ose ata vetë ose Shumë e bukur kjo pyetje. Është ajo që thash në fillim, që ne presim të vuajmë, që të mësojmë se si ta shërojmë veten dhe si ta tejkalojmë të vuajtje ose këtë pasojë që na jep kjo vuajtje, kjo sfidë. Ndonjëherë ne nuk kemi nga ta, është një shikoj. Ta analizojmë thellë dhe jemi pak të sinqert me veten dhe me njëri tjetrin. Nëse se kemi nga ta dim nëse do vuajmë nga anktin të ardhmen apo jo. Unë s'kisha nga ta dija nëse vajza ime do vuante nga autizmi. Është një lloj si të thuash, pse s'bëreti trajnime për autizmin, se ku i dihet. Pra ne nuk kemi nga ta dim nëse do vuajmë nga ankthi. Nuk mund të them që të vi çdo njeri te trajnimi i ankthit, që të përgatitet se do ketë ankthin të ardhmen. Jo, nuk ka pse të vi te trajnimi, mjafton të lexoj manualin e menaxhimit të ankthit, të lexoj një libër po të informohet. Por dikush që ndjen stres, edhe dikush që nuk menaxhon dot nivelet e stresit të përditshëm, se unë shikoj shumë njerëz, qoftë edhe familjarët e mi, që thonë, jo, ja do ta shpjegoj. Thonë që nuk kam ankth, nuk kam, ama ndërkohë reagimet e tyre ndaj stresit, mekanizmat që ata përdorin për të përballuar stresin janë komplet jashtë normales, duke përplasur gjëra, duke i bërtit fëmijës, duke dalë jashtë kontrollit, duke u sjellë si një fëmijë tek anjës 2 vjeç, që këto nuk janë mekanizma të shëndetshëm. Trajnimin mund ta ndjek çdo njeri që ka stres, ankth, frikë, mendime negative, pasiguritë e vetja. Çdo njeri që ka nevojë të di më shumë për gjendjen e tij, ose më saktë si funksionon shëndeti im, ti mendor, gjendja emocionale, si lidhen emocionet me mendimet, si mund të ndryshojmë ne gjendjen e ankthit me veprimet e përditshme, gjërat që duhet të eliminojmë dhe gjërat që duhet të shtojmë. Pra është e kotë që unë të flas vazhdimisht për këtë trajnim, sepse është trajnim që ka marrë vlerësimet më të shumta në Shqipëri.
Është trajnim që ka marrë shumë vlerësime në Shqipëri, sepse është formula e parë që është përdorur në këtë lloj forme nga një mentore, psikologe, trajnere. Thash, deshi Zoti që vërtet të më sfidonte, por në të njëjtën kohë është dhe formimi profesional që më ka ndihmuar, edhe se mua më kanë sulmuar shumë psikolog, psikiatër, këta të fushave që drejt për drejt suksesi im i godiste, edhe diplomimet që unë kam dhe diplomat dhe formimi profesional më kanë mbrojtur, do me thënë që kanë thënë, ok, s'kemi çaj bëjmë se është profesioniste, dhe kjo më kanë ndihmuar, më kanë mbrojtur, se shikoj shumë trajnime për anktin aty jashtë që bën nga persona që nuk ka kompetencën për ta bërë, persona të cilët përdorin ndonjë strategji ndoshta e gjejnë në ChatGPT apo nuk e di ku e marrin, por që të trajnosh anktin, ma besoj që kërkon të jesh dhe pak i lindur për këtë gjë, ta kesh kaluar vetë, të kesh dhe njohuri të bazë të aspektit psikologjik dhe jo vetëm, se anktin unë e trajtoj dhe në trup, kështu që duhet bërë një zgjedhje e duhur, mendoj unë, pa modesti e them, është një trajnim shumë i fuqishëm. Tani pyetja e fundit. Jo, kjo ishte. Përse njerëzit duhet të besojnë ty? Që ka aftësinë ti ndihmosh? Kjo ishte që sa. Se njerëzit duhet të më besojnë mua. Po. Unë në jetë nuk imponoj asgjë. Unë të s'të kam imponuar ndonjëherë dashurinë, unë të s'të kam imponuar ndonjëherë asnjë gjë, unë nuk i imponoj askujt që të qëndroj me mua, që të më besoj mua, që të vite unë. Unë e di që një nga ligjet më të fuqishme të këtij universi të jetës është që mos detyro askënd të bëj asgjë se fundja nuk e kam forcën ta bëj. Unë besoj te energjia, unë besoj te padukshmja, besoj te mjekësia dhe shkenca, besoj te faktet reale, besoj te shenjat që më jep trupi, por besoj te energjia. Nëse ti në brendësinë tënde thjesht duke më parë e ndihen që unë kam diçka që ti do ta marrësh atë lloj energjie, do ta provosh. Atëherë pse jo, pse mos ta bësh? Megjithatë, nuk arrin dot të gjithë të besojnë te intuita dhe te energjia dhe të lidhen me intuitën, dhe për këtë arsye unë postoj vazhdimisht të vlerësime. Jam një ndër mentoret më të vlerësuara nga shqiptarët, më të dashura nga shqiptarët. Këtë e shikoni dhe në chatet e live-it që shpërthejnë live-et sa herë fundem live, në komentet e postimeve që unë bëj, në mesazhet që më vijnë pafund ju si shikoni, komentet e YouTube-it që aty s'e detyrohet aska pse ta bëjnë, po e bëjnë me gjithë shpirt se i kam ndihmuar. Kështu që unë mendoj një njeri pse të më besoj mua. Po deshi të më besoj, kjo jam unë. Kjo jam unë, nuk bëj magji, unë punoj me gjithë shpirt. Nuk e quaj fare punë, e quaj rrugtim mision që do e bëjmë bashkë 4 javë. Unë sot zëja të hyja në live dhe para se të dilja nga dera e shtëpisë duke vesh çorapet, kam thënë një fjali me zë dhe ti e dëgjove. Kam thënë hajde Jona, lëri fjalët, lëre kam dhimbje koke, siç ke qenë ti ka njerëz që janë errësirë. Në pamët që e thash këtë fjali, janë në errësirë dhe ka fëmijë siç është fëmia yt që shijon kohën me ty, ata nuk e shijojnë dot me prindrit e tyre. Unë punoj me njerëzit për njerëzit, unë nuk punoj me klientë me raste. Mendoj që kjo është një arsye që të më shumë që mund të më besojnë. Pastaj formimi profesional, eksperjenca e jetës, rrugëve nëpër botë, eksperjenca me vajzën, se të jetë një mentore që e ka jetën në vi. Okej, po të jetë një mentore që ka një fëmijë me autizëm edhe prapë është në këmbë buzëqeshur, e lumtur, e fuqishme, edhe sjell një qasje ndryshe për autizmin, sjell një qasje ndryshe. Shiko, unë nuk bëj vetëm trajnim për anktin, ë? Unë kam krijuar një qasje të re në Shqipëri për anktin. Një qasje holistike. Një qasje sipas energjisë së Zotit, jo sipas energjisë që krijon njeriu, që krijojnë bizneset, që krijojnë firmat farmaceutike. Qasja ime është qasja e Zotit. Unë besoj shumë te fuqia, isha unë te Zoti ku luftuam. Dhe çfarë Zoti mua më dha atë energji unë e përdora. E kam suportuar me shkencë që t'ju mbyll gojën të gjithë, mos të më lodhin trut për ditë duke thënë po ti nuk je diplomuar. Jam e diplomuar në psikologji, në shëndet publik, mjekësi, në shkencë, hipnoterapi, fitness, apo kam diploma sa të duash. Kështu që mbyllë gojën, vazhdo jep kokrat e ata që ti pranojnë kokrat. Unë jam kundër kokrave, kundër mashtrimeve. Unë njerëzit i shikoj si njerëz. Sepse kjo fytyrë do më shoqëroj gjithë jetën dhe ky shpirt do më çojë në çdo dimension të lartë. Kaq, ky është misioni im. Po deshe beso, po deshe mos beso. Dhe dua ta mbyll me një fjali që edhe ata që s'kan besuar kanë kaluar muaj vite dhe janë kthyer prapë te unë. Sepse po është e thënë që dy shpirtra të takohen, do takohen, nuk e shmangemi dot. Ke pyetje tjetër apo mbaruam? Jo. Kaq kisha. Faleminderit. Po që të shkon. Po që të shkom të kjo gjëja. Në podcast dhe bëjmë kështu kur ta bëjmë. Ja të hap njërë komentet, edhe pse se besoj të kem pyetje se përgjigje.
Të shkon shumë të më bësh pyetje, dhe kisha ko pa qenë kështu, në ke parasysh. Faleminderit ti për energjinë pozitive. Komentet i keni hapur, chatin e keni në dispozicion nëse keni pyetje. Pak janë njerëzit të cilët Klodiana thot bravo. Jo, pak janë njerëzit të cilët, por në këtë moment të ditës janë në punë, janë në rrugë duke çuar fëmijët për shkolla e kështu. Po unë e bëj në këtë orë se jam unë e qetë në këtë orë. Edhe nuk i prish atë qetësim vajzës që ta bëj në darkë në shtëpi. S'dua ta lë vajzën me ekrane. Disa njerëz thonë që ankthi nuk ekziston. Po prandaj them më varet kush e flet e kush e tregon, por që duhet të kemi shumë kujdes me ku i marrim informacionet, kë dëgjojmë, nga kush i marrim këshillat, duhet vërtet të kemi kujdes. Se ka pafund teori aty jashtë, kështu që secili të besojë atë që do. Kaq mund të them. E di, është bërë një video virale që thonë 4 janë emocionet baza ndaj këtij, por ka derivate, çdo grupim ka derivatet e veta, ka grupime të caktuara, domethënë nuk është se ankthi nuk ekziston, ankthi aty është patjetër që është ankth. Nëse janë shpjegime shumë të avancuara që i kam darë të trajnimi. Të gjitha këto emocionet, grupimet emocionale, ankthi dhe të gjitha emocionet e tjera që kanë të njëjtin impakt në biokiminë e gjakut siç e ka ankthi. Jo lumt për këtë humanizëm. Jo, në të kam parë në ndër që më thoja hajde zeza, ju kam dalë dhe në ndër njerëzve. Po nuk kam qenë, unë ja shikon Zoti jep sinjale, po tani po serte dhe tani që dola në ndër. Nuk dua t'i imponoj askujt asnjë gjë. Thjesht do jem këto 4 javë duke komunikuar çdo ditë në WhatsApp, mbas 4 javësh nuk është se do kemë mundësi të jem këtu. Prandaj jepja vetes tani këtë mundësi, është dhe me 20% ulje hera e fundit që jepet me kaq shumë ulje çmimi. Dhe punoj më 4 javë jam që jam këtu, jap maksimumin e maksimumit. Mbas 4 javësh, javën e 5, ditën e parë të javës së 5, unë i fik të gjithë telefonat edhe 3 ditë shkëputem komplet nga çdo gjë, të qetësoj veten time të balancoj energjinë. Pyetja e fundit ishte një dashuri, ashtu si dhe përgjigja. Faleminderit shumë. Roziana, je shumë e mirë. Exona thotë se jam shumë energji, me zi pres fillojmë trajnim me Exona, sot kemi seancën bashk. Po më njoftuan që kemi seancën bashk edhe jam shumë e lumtur që je këtu. Ka ndonjë koment që po më ikën se më se? Ela, si mund të komentoj me një narcisist? Duhet të kesh parasysh që për një person që ka tiparet, që është narcistik, të bëjmë të goditur. Një person narcistik bën shumë strategji të thella në mendjen e vet. Pra psikologjia e një narcisisti është e tillë që nuk ndihem mjaftueshëm. Nuk ndihem mjaftueshëm nëse ti je i fokusuar në gjërat e tua, do përpiqem me çdo mundësi të ta kthej fokusin këtu te unë, duke të prish atë terezin, dhe kur unë të nxjerr nga shinat, atëherë u qetësojmë dhe kënaqem. Pra unë para syve të mi të shikoj që ti humbet kontrollin, ti të shmendesh, atëherë unë kënaqem edhe ndihem shumë në rregull. Edhe janë shumë tipare të tjera në fakt. Si të komunikosh, unë të them të drejtë, nuk sugjeroj të komunikosh, unë sugjeroj të largohesh nga një marrëdhënie e tillë, nga një person i tillë, sepse personat të tillë nuk pranojnë kurrë që ta shërojnë veten dhe nuk arrin dot kurrë që ta shërojnë veten. Atëherë një pyetje shumë e bukur. Adel thot, a mendon se ankthi po na tregon se diçka e madhe do ndodhi në jetën tënde dhe po na përgatit që të mundemi ta përballojmë? Si fillim e ankthi na tregon që diçka e thellë po ndodh në shpirtin tënd, që ka ardhur momenti ta lëshosh në këtë jetë, në këtë moment të jetës. E kam menduar në këtë lloj perspektive, sikurse ti po ma shpreh te komenti, kur për herë të parë më shprehu një drejtore shkopshti aty në Vjenë, një kopshti privat, më shprehu për vajzën që ka vonesë në zhvillim, nuk e dini për autizmin.
Dhe aty mendova, thash, po sikur unë mos të kisha bërë punën me vete, mos të isha me këtë mindset të hekur. Si do e përballoja unë këtë gjë që më njoftuan, domethënë. Dhe aty e kuptova që ndonjëherë puna, jo vetëm ankthi, po puna që ne bëjmë me veten, ankthi na detyron të punojmë me veten, se të gjithë kështu e kanë nisur. Dhe ata 3 personat që do flasin te seanca ditën e mërkur, mirëmëngjes, si je? Mirë, faleminderit. Edhe ata 3 personat që do flasin kanë hyrë te ky trajnim për menaxhimin e ankthit, po pastaj kanë avancuar, sepse ankthi është sinjali i parë, domethënë sikur Zoti na tërheq veshin dhe na thotë, je në rrugën e gabuar, po hajde këtu njërë puno me mendimet, merr kontrollin e emocioneve dhe pastaj kërko të futesh më thellë te vetja jote. Kështu që pse jo? Po ankthi ndonjëherë është edhe ai sinjali nga Zoti që ne duhet të fuqizohemi edhe jo se do ndodhe diçka në të ardhmen, po të fuqizohemi në mënyrë që të përballojmë gjithçka në jetë, sepse jeta e tillë është. Nuk jemi më fëmijë ne që të jetojmë me atë iluzionin që do presim vetëm këto momente, do vëmë pemën e vitit të ri, do kemi ditëlindjen e shokut e të shoqes, do gëzojmë, do lumturohemi. Edhe këto mund t'i bëjmë patjetër, po përveç këtyre jemi dhe të rritur, duhet dhe të punojmë, duhet dhe të përballemi me pleqërinë e prindërve tanë, kur të vi momenti larg qoftë sa më larg, momenti që do i humbasim prindrit, me debate me burrin ose me gruan, na sëmuret fëmia, marrim diagnozë autizëm, është shumë, ka shumë sfida, kemi probleme në biznes, kemi probleme në karrierë, në vendin e punës, vuajmë papunësinë, probleme financiare, jeta ka sfida dhe ankthi është ajo shenja e parë që të bën të kuptosh që ti ke menduar që ke jetuar në një kështjellë të hekur, shumë të fuqishme dhe të bukur, po ndërkohë ajo kështjellë ka pas themele të kalbur. Pra ankthi është sinjali që ti të punosh me fuqinë tënde të brendshme, me metodat dhe mekanizmat që të përballosh streset e mundshme në të ardhmen, sfidat e mundshme në të ardhmen. Këto javë kanë qenë një dhuratë, po thot Alma, më vjen mirë që je këtu. Kjo është java e 5, që unë vendosa të hyj live. 4 javë rresht, nga e hëna në të shtunë. Kemi bërë live vazhdimisht pa pushim, me përjashtim të 1 të premte. Apo 2 të premte. Me përjashtim të 2 të premte. 2 të premte. Po, 1 e premte që ishim rrugës për në Tiranë, që isha për të seminari, dhe premtja që nuk dureja do të ekrane, se më jep një dhimbje koke dhe i ka në fshat. Pra 2 të premte që isha jashtë Instagramit, kështu që java e 5 kemi hyrë në javën e 5 dhe nuk e keni idenë se sa mesazhe kam marrë për këto live, domethënë që jam shumë e lumtur, jam shumë mirënjohëse, do i gjej mundësinë, do përpiqem të hyj live, të krijoj ato mundësinë dhe hapësirën time. Janë shumë njerëz që i ndihmoj, shumë gra që janë në shtëpi me fëmijët, shumë persona që nga i vendi punës toksik dëgjojnë live dhe marrin guxim, u rritet vetbesimi. Ku dikush? Po. Alona, pse kam thënë për trajnimin? Asa e bukur Florina, kjo është. Kam përgatitur një postim që s'kam pas kohë ta publikoj në Instagram. Kam bërë një reflektim të thellë me veten. Dhe një nga ato ditët që isha çuar në orën 4:45 kur çojmë në mëngjes që shikoj detin, edhe bëj ato punët e mia, studioj, bëra një reflektim me veten dhe kuptova që shumica e njerëzve kanë frikë ta shërojnë veten, po dëgjojeni se kjo është shumë e bukur, të paktën kështu e ndjeva, sepse nuk din se si të sillen me versionin e tyre të shëruar. Pra ti, jo, kështu ka qenë dhe për mua. Prandaj, kështu e kam dirë, domethënë, si do sillesh me atë jonën e fuqishme, i thotë jo prindit, nuk ka mundësi, i thotë jo bashkëshortit, i thotë jo njerëzve, është e vërtet, e shpreh atë që ndihen, është e drejtë për drejtë. Si nuk di, mua më tremte ajo jona. Ajo jona e fuqishme, kur isha atëherë në gjendjen e ankthit, më tremte, thoja si do sillem, si do e përballoj këtë. Dhe mendoj që për Florinën që më pyeti, një nga arsyet është kjo, sepse ne refuzojmë dhe i rezistojmë procesit të shërimit sepse nuk dim si të sillemi, po ma beso, ai Zot që ka krijuar dhe versionin tënd të shëruar, që ti hap pas hapi do shkosh aty, po ai Zot ka krijuar një jetë që do i përshtatet atij versioni të shëruar të vetes tënde. Kështu që të preste trajnimi. Atëherë, Nela është një dashuri. Nela, do me thënë, ja ta lexoj komentin. Unë fal trajnimit që bëra me ty jona, ja dola jetoj e lumtur dhe i qetë. Jeta ime ndryshoi fal trajnimit, jam mirënjohëse pafund. Nela është një nga ato raste që ka bërë trajnimin për të menaxhuar anktin para 3 vitesh dhe vazhdon shkëlqen në çdo sferë të jetës, si nën, si bashkëshorte, si vajzë, si grua.
Jam shumë krenare për ty Nela, të dërgoj shumë dashuri. Edhe ti ke arritur shumë dhe shumë persona kanë arritur shumë. Është trajnim shumë i fuqishëm, është trajnim që të zgjon, është trajnim që të shkund, është trajnim që të mëson se si ta ndërtosh veten tënde, është trajnim që të mëson shumë teknika, është trajnim që të ndryshon perspektivën se si e ke parë ti anktin deri tani. Ka mangë Gjesi, ka mangë për gjëra të vogla, ka të bëj me karakterin e njeriut, o zemër më mbytë, ti po mi dërgon pyetje bam me bam, mos jam makineri. Po e di çfarë dhimbje koke kam. E di, do t'i përgjigjem, do të qetëson dhe do i përgjigjem. Marr pak kohë. Sepse po çfarë është karakteri në të vërtetë? Nga çfarë është i ndërtuar karakteri i njeriut? Kush nga vajzat ma bëri pyetjen? Se unë dua t'i drejtojmë secilit, nuk dua të flas në ajër. Jessica, ja ta lexoj. Jessi, e gjeta, po e gjeta. Jessi e dashur, çfarë është karakteri në të vërtetë? Ne na kanë bërë të besojmë, ja, di çfarë bindje kisha unë para se të shëroja veten emocionalisht, para se të punoja me veten? Kisha këtë bindjen që karakteri im është i tillë që kshu jam ndërtuar unë, që acarohem me çdo gjë, kshu jam ndërtuar unë që duhet të bëj për të gjithë, kshu është karakteri im. Ideja është që karakteri në të vërtet përbëhet nga të gjitha mekanizmat që ne kemi krijuar, ose më ti po qesh para meje dhe me zipre të më tregosh një ekran. Po bëj një arsyetim shumë të thellë, mos ma trego ekranin dhe mos qesh para meje. Kur të mbaroj këtu, ma trego pyetjen tjetër. Se ti pa përgjigjur unë, bam, më bombardove. E zoti ma. Ja, ka jeta. Tani ti isha në një moment jetë do ishim mbytën e këtu në lokal. Kështu që mëso mekanizma si të menaxhosh burrin kur të lodh trut në një ditë para ciklit me dhimbje të forta koke, kur ti je live duke arsyetuar për karakterin, imagjino gjëra të thella, dhe burri thot qeshme të madhe, pi kafe dhe bën sa e hidhur ishte, unë duke shpjeguar, e do të më tregoj ekranin pyetjen tjetër. Tërkohë s'ka mbaruar këtë. Gjesi, për te shakas dhe humorit, karakteri është krijuar nga të gjitha mekanizmat që ne na është dashur të mbijetojmë gjatë jetës, mekanizmat të cilat kanë qenë pasojë e ndodhive të ndryshme që ne na kanë krijuar një farë tronditje dhe impakt në emocionet tona. Dhe duke marrë parasysh që ne veprojmë sipas reagimeve të sistemit nervor, është krijuar një reagim i caktuar në sistemin tënd nervor. Ndoshta vjen nga perfeksionizmi, ndoshta vjen nga paaftësia që ke për të çuar gjëra deri në fund, ndoshta vjen sepse nuk të ka lejuar në fëmijëri të kishe liri të provoje, të rrëzohesh e të vritesh apo të ka thënë stop për çdo gjë dhe ti ke frikë të bësh gjërat e vogla, se nuk di si ta përballosh dështimin, mund të jenë shumë ato i di ti si e rritur. Pra janë modele të cilat ti ke marrë në fëmijërinë tënde. Vet karakteri përbëhet nga reagimet e tua të vazhdueshme ndër vite. Pra nuk është karakteri një murguri që ne se ndryshojmë dot, edhe atë e ndryshojmë, edhe malin e lëvizim nga vendi kur duam ta bëjmë. Pra edhe vetë besimi pa tjetër, po të gjitha këto janë pjesë e asaj kushti je ndërtuar. Nuk ka lidhje me karakterin. Karakteri ndryshohet, çdo gjë ndryshohet. Kur ndryshohet truri, kur shkenca e ka vërtetuar që ndryshohet truri, kur ndryshojnë rrugët neurologjike në tru, çfarë pret më ti? Çdo gjë ndryshohet sepse gjithçka është energji dhe energjia asnjëherë nuk zhduket. Energjia asnjëherë nuk lind, energjia thjesht transformohet nga një formë në tjetrën. Ai karakteri yt që përbëhet nga ato zakone që kanë një energji të caktuar, po ai karakter do transformohet në ato zakone që kanë një energji më të lartë. Kështu që nuk ka justifikime, nëse ke ankth, nëse ke stres, jepi. Fillo trajnimin edhe jam këtu të mësoj se si ta përballosh çdo gjë. Tani ma tregu atë që qeshe. Prandaj qeshe ti? O zoti ma, je shumë fare. Thot Suzana, prit me lërë ta lexoj. Sa po qesh kaq shumë? Sa po qesh? I thot Suzana, Suzana të përshëndesim. Në këtor jam në punë, thot, kam vendos kufjet në vesh dhe ju dëgjoj ju dhe ndihmësin tuaj. Jeti u shkri nga termi ndihmës. Mire ka, ndihmë. Atëhere,
SFD e thot përshëndetje Fationa, atë ka ndodhur kur ke qenë në ankth të kesh frikë në punë nga njerëzit ose në rrugë kur ke dalë të kesh një frikë, sepse mua më ka ndodhur gjithkohë ndërkohë vite. Okej, unë ty do të përgjigjem, patjetër. Por unë dua të dija dhe nëse të përgjigja unë, çfarë do bësh ti pasi ma bën këtë pyetje? Pra sepse është, okej, ti bën një pyetje te live-i, më vonë te një psikologe, më vonë te një terapiste, më vonë te një tjetër, s'kan fund njerëzit në rrjetet sociale që japin këshilla për ankthin. Se është bërë mod tani, thonë se nxjerrin shumë lek, u bë detikos dhe hajt punoj me ankthin. Thjesht e bëjnë, ka dhe që e bëjnë me dëshirë për të ndihmuar, por që ti do komentosh të gjithë në merat. Tani ideja është ç'a bën ti vërtet? Ja të përgjigja, ti çfarë bën? Do me thënë, ti që ma bën këtë pyetje i bie që nuk e ndjekur as seminarin më të fuqishëm që ka 20.000 view në YouTube për ankthin, që është seminar falas, ti se ke ndjek. Se unë e kam shpjeguar aty për eksperiencën time. Pra ti futesh këtu e thua e ke pas ti këtë frikë. Çdo mendim negativ të mundshëm, çdo frikë të mundshme që ti mund të mendosh e kam pas të gjitha. Kam qenë një koktejl shumë ngjyrësh që në të vërtet dominonte ngjyra zezë. Mendime për t'i bërë keq vetes, për t'i bërë keq vajzës. Frikë nga njerëzit, frikë nga vendet e reja, frikë të dilje nga shtëpia, frikë të rria vetëm. As në qiell, as në tokë. Isha në ajër. Frikë të rria vetëm, merrja e din, e la punën disa kohë rinte në shtëpi me mua. Nuk e di se si ke marrë leje, e ti sa herë kisha unë nevojë, nejse. Edhe frikë të dilje nga shtëpia, domethënë ishin të gjitha miks. Qendra tregtare, supermarket nuk shkoja dot fare, rria në makinë. S'ka gjë mos e vrit mendjen. Rria në makinë, merre jedi me çdo gjë, frikë nga çdo gjë kam pasur. Nga hija ime me pak fjalë. Frikë që të flija në errësirë, pa e fik dritën. Po bëj diçka për vete se ja ta thash, kam pas dhe unë frikë. Ç'a do ndodhi pastaj? Eglantina thot, kur të mbaroni trajnimin do ta kuptoni që është dhurata më e mirë që i keni bërë vetes. O Eglati, dashuri, jam shumë krenare me ty që ke punuar me veten. Bravo. Pasi ta bëj trajnimin, por e di që është ajo ndjesia e çuditshme, ti thua si do shkoj çdo gjë, po ja si do ecin gjërat, po a do shërojmë dot unë apo jo, po a do ketë rezultat apo jo. Momenti që ti je në grop, të mendosh të gjitha këto gjëra, i jep më shumë kohë vetes tënde që të rrish në grop. Momenti që ti je zhytur në errësirë, ti mendosh të gjitha këto pasiguri dhe ti japësh zë këtyre pasigurive dhe ti japësh të drejtë këtyre pasigurive, do japësh dhe disa vite më shumë kohë vetes tënde që të zhytesh në errësirë. Ama momenti që ti thua mjaft, unë do provoj për herë të parë në jetë të bëj diçka ndryshe edhe pse nuk ndihem gati, ta dëgjoj një herë këtë sinjal që më jep Zoti, se ndoshta ky Zoti di më shumë se sa Diegoja ime dhe truri im. Ky Zoti që më del jona non stop dhe flet këtu dhe ka sukses dhe mira njerëz i kanë ndihmuar. Edhe mua më del para kjo video, kur mund të më dilte një video tjetër se si të bëjmë byrek me qep, po më del jona duke më ndihmuar me ankthin, i bie që është sinjal nga Zoti, se si unë t'ja dal. Kështu që unë mendoj mjaft më gënjyet veten dhe mjaft më qëndruat në pell. Thjesht po shtyn vitet e tua në errësirë dhe po humbet mundësinë me 1 sekond vendim është që të dalësh, del me një herë në 1 sekond, del me një herë në sipërfaqe dhe shikon dritën dhe shijon jetën. Kështu që unë jam këtu nga data 12, mbas datës 12 nuk do jem më në komunikim të përditshëm, pra do bëj 4 javë komunikim të përditshëm, pastaj nuk do jem më. Ka që mund të them për momentin. Jemi drejt mbylljes së grupit në fakt, ose sot në bazditë ose nesër. Besoj do më njoftojnë që u plotësuan vendet, jam duke bërë gati atë video që të njoftojnë mbylljen, siç bëj që u plotësua grupi sukseset të gjithëve. Ai është një ndër momentet më emocionues për mua, siç bëj me trajnimin për te limiteve, bëj te trajnimin për të menaxhuar ankthin, frikën dhe mendimet negative. Kështu që këto 7-8 vendet e fundit jepja mundësinë vetes, pastaj do mbyllet grupi dhe do fillojmë të ndryshojmë jetën me ata që pranuan ta ndryshojnë jetën. Ndryshimi kështu vjen, më nuk është se do bie ngur nga qielli edhe kuptonte që atë ditë ka ardhur momenti ti të bësh diçka. Kështu vjen ndryshimi, me sinjale, me shenja, me një video, me një libër, me një fjalë, me një njeri, me një ndjesi. A e ndjen ti që je lodhur, po kur nuk i beson dhe ndjesive të tua, kuj do i besosh më? Je lodhur, më të është lodh shpirti. Kur do veprosh?
A do bëhet në 2026 në trajnimi, pasi tani nuk arrit ta ndjek. Do bëhet patjetër, po çështja është që me këtë çmim nuk do bëhet më. Është me 20% ulje, është shumë lirë. Është çmim shumë qesharak, është shumë energji që jap, jam e vetëdijshme, po dua ta bëj tani në fund të vitit, të ndihmoj sa më shumë njerëz që ta nisin 2026-ën siç duhet, fuqishëm. Të lirë, të lirë, të shkëputur nga zinxhiret e ankthit, të lirë. Kështu që jo, me këtë çmim jo nuk e bëjmë. Do jetë çmimi i plotë i trajnimit, do bëhet patjetër disa herë në 2026, do fillojmë me muaj shkurt. Në mos gaboj se në janar janë ca kushte që se besoj të jemi pranishme me trajnime, besoj në shkurt. Do filloj patjetër, por me çmimin normal, me këtë çmim, me ulje, me çmim të reduktuar, edhe diçka, sepse trajnimi nuk ka nevojë për orare, ti je prezente në një orar të caktuar. Ke orarin tënd, kur ke ti mundësinë. Me mua do komunikosh kur ke ti mundësinë, nuk është se unë të kam vendosur orare që duhet i përmbash orareve. Prandaj pse jo? Për çfarë se ke mundësinë ta bësh? Faleminderit shumë të gjithëve për respektin, dashurinë, mirënjohjen, vlerësimet ndaj meje. Kaq besoj për anktin, kam fol për anktin, mos as kam fol se di për fëmijën tim, aq shumë kam fol për anktin, pafund. Keni kaq shumë shpjegime. Këto 4 javë që kam qenë live, keni shumë teknika që unë përdor, keni atë energjinë time, situata të ndryshme të jetës të shpjeguara nga unë, kështu që nëse ndiheni unë ju mirë pres, por jam dhe 7 deri në 8 vende dhe pastaj jo sot o nesër do postohet ajo video që u plotësua grupi dhe të fillojmë punën. Unë mezi pres ta filloj punën. Këto 4 javë do jenë shumë intensiv, jo vetëm për mua, por për studentët, është energjia më e bukur ndonjëherë në planet. Unë po shikoj te vetja ime, kisha shumë kohë pa bërë meditime. Kisha shumë kohë pa bërë meditim shumë të thellë. Kisha shumë kohë pa marrë downloads, shkarkime. Edhe më ndodhen të gjitha javën e kaluar gjëra shumë magjike të bukura. Është energjia që jemi gati për të marrë të ren dhe për të larguar të vjetrën. Edhe diçka. Qoftë frika, qoftë ankthi, qoftë ato mendimet negative dhe pasiguria. Ty do duket më e frikshme para se ta bësh. Kur ti e kalon, e hedh hapin, nuk është aq e frikshme, ti e kupton thua, po pse rezistova dhe pse hezitova unë kaq gjatë. Prandaj të inkurajoj të bësh diçka për veten tënde. Unë të inkurajoj, por nuk dua të të mbush mendjen. Thjesht dua të bëj ty të kuptosh që gjendjen tënde askush nuk do ta ndryshoj. Që kur ti e lëmsh me veten as burri të bën dot të lumtur, qoftë më i miri në botë, do lodhet nga ty një ditë. Që kur ti nuk je mirë me veten, as fëmia yt s'ka fajin fare të shikoj ti si një reze, si një viktim në një cep të shtëpisë gjithmonë duke qarë. Mos ta çosh fëmijën në park lodrash, mos ta çosh fëmijën të kërcej në kinema, në gjërat normale që duhet të shkojë një fëmijë. Pse se ti si nën se përballon dot. Kështu kam që në një viktim zvarritse, duke u qurravitur, ka mang, dhe nuk mbaj mend as 2-3 vite nga jeta e vajzës nuk i mbaj mend fare, sikur më janë fshir, viti parë, muajt e parë një herë fare, nuk e mbaj mend foshnjë vajzën time, mirë që kanë videot për t'i parë, pse se kisha ankth, nuk shijoj asgjë, jo, mjaft, është përgjegjësia jote, askush nuk do të shpëtoj, askush nuk do ta lehtësoj, nëse ti nuk vjen tani, ti do vish në shkurt, në mars, në prill, në një moment tjetër, e di. Çështja është të vish tani që je mizerje, tani që je mbytur me ankth. Po mos e shpërqendro veten me një baklava që do hapësh shpete, do blesh 2 kg arë për vitin e ri, e do marrësh një buskuq të kuq, do bësh thonjë të kuq, e do marrësh fustan dhe taka, mos e shpërqendro veten me këto. Këto janë shpërqendrime. Ky nuk është shërim, është shpërqendrim. Asgjë nuk të shpëton dot ty. As vit i ri, asnjë gjë nuk të shpëton dot ty. Vetëm puna që ti do bësh me veten. Prandaj bëj punën me veten. Bollë rezistove, bollë mbajte helmin në zemër dhe në shpirt, bollë mbajte kalvësirat në mendje dhe të drejtojnë jetën. Jepi drejtim. Kaq mund të them, dua të jem e drejtë për drejtë, kështu që kaq mund të them. Nuk dua ta quaj vetëm psikologe Suzana, sepse Suzana thotë je vërtet një psikologe shumë e mirë, vetëm live të ndjek dhe vërtet më ke ndihmuar shumë. Nuk dua ta quaj vetëm një psikologe, prandaj vendos titujt e tjerë primar, janë titujt më humanitar, janë titujt më empatik, janë titujt që më prezantoj më së miri mua për energjinë që unë kam, sepse titulli psikologe është shumë i ftohtë, shumë robotik, jo, unë nuk jam e tillë, unë jam mentore që udhëheq nga roli i triumfit që e ka bërë vetë rrugët dhe të udhëheq ty. Unë jam specialiste në shëndeti publik, e mirë informuar në shëndetin e popullatës, përfshirë shëndetin fizik, mendor, mbi të gjitha dhe emocional.
Kështu që janë tituj të tjerë hipnoterapiste, kemi arrit shumë transformime nëpërmjet hipnoterapisë. Trajnere fitnessi ka mira raste transformimit të trupit dhe jo vetëm trupit, po dhe energjisë në vite që kam qenë trajnere me klasat e mia. Pastaj vijnë këto psikologjie, këto të tjera që janë pak më të ftohta. Nuk dua të më cilësoni si psikologe. Jo. Kështu që pavarësisht se diplomat i kam, po që jo. Jam njëri mbi të gjitha që e kam kaluar vetë këtë rrugë tim. E shikoj që i zënë, por nëse s'ka më pyetje iki, sa e kemi orën? E gjysë. Jo, nuk kemi kohë sepse dua të iki në një dyqan të marr diçka që më duhet, kështu që çojmë dhe ikim. Atëherë Jona, ke ushtrime në YouTube për shtim peshe? Në YouTube kam disa ushtrime në fakt për të shtuar masën muskulare, pra shtim peshe ndryshe përkthehet si shtimi i masës muskulare. Sepse nuk ka skujt nuk besoj intereson që të shtoj dhjam, jo, shtoj masë muskulare që të kemi një trup të stërvitur, të fuqishëm, të bukur. Kam ushtrime, po, konkretisht për këmbët edhe për vithet, kam edhe për upper body, po më shumë të këmbët e vithet jam fokusuar aty në YouTube, që kam vite që nuk i kam updateuar. Nuk është se nuk janë të efektiv, janë efektiv si ushtrime, por që sërse kam postuar video së fundmi për fitnessin. Ke aty, ke. Wow. Selfete, thot Jona, pa mos të kisha njohur ty, gjithë jeta ime kishte shkuar kot, jam shumë mirënjohëse. Ky është vlerësim shumë i madh, domethënë të dedikoj dikush jetën dhe thot, shikoj, jeta ime do shkonte kot. Wow. Domethënë këto lloj vlerësimesh akoma nuk i marr shumë për zemër, po akoma nuk kam ditë si të pranoj me atë pjesën e egos. Sepse jam shumë modeste dhe nuk e di, domethënë shumë vlerësim të fuqishëm. Edhe kështu jam shumë mirënjohëse që ti je këtu edhe që të kam ndihmuar, nuk e di se si të kam ndihmuar, se nuk mbaj më të kërshim në trajnim, po më vjen mirë që të kam ndihmuar me postime me YouTube-i, nuk e di me çfarë. Tani, të bëj diçka shumë të qartë për trajnimin, që trajnimi ndiqet nga çdo vend i botës dhe trajnimi është individual. Nuk je në grup, është vetëm seanca e fillimit në grup që do flasin ata 3 të ftuar që ti mbyll kamerën, mbyll mikrofonin, rri në rehatin tënde në shtëpinë tënde pa ta ndier hiç, thjesht do flas unë dhe 3 të ftuarit. Kështu që është individual, qëllimi i trajnimit është që ti ta shijosh, ti jesh rehat, komod, nuk do jesh në grup me njerëz të tjerë, sepse unë e di sa delikate është çështja e ankthit. Kështu që kaq për momentin, mund të ndiqet nga çdo vend i botës, mund të ndiqet nga të dyja gjinit, kam edhe djem te trajnimi. Një nga të ftuarit është djalë që do flasi për sukseset që ka arritur. Kështu që kam edhe djem te trajnimi edhe keni mundësinë që ta ndiqni nga çdo vend i botës. Kaq mund të them, çfarë mund të them tjetër, unë që çfarë pyetje na kanë stafin e që kanë njerëzit pa qartësi, për çfarë ka pas pa qartësi më të shumta. Kjo që mund të ndiqet nga çdo vend i botës është për djem dhe për nuk është për adoleshencë, sepse ka shumë që më shkruajnë kanë fëmijë 13-14, jo nuk i pranoj. Më mirë të pranoj ty si prind që ta bësh trajnimin dhe të mësosh teknikat si të menaxhosh shpërthimet e fëmia yt, po fëmijët jo, deri 17 ndjen më komode që ti pranoj. Kam punuar me adoleshencë shumë më parë, por tani nuk e bëj më se është shumë delikate, më merr shumë energji, ata kanë një qasje pak më ndryshe. Edhe unë nuk e kam atë kohë dhe atë durim që të vazhdoj të bëj studime gjithmonë edhe të kem atë qasjen që ata vërtet e meritojnë. Kështu që 18 vjeç e sipër, çdo njeri mund ta ndjek trajnimin, vërtet është një trajnim shkencor 100%, edhe trajnim profesional, psikologjik, por është sipas rrugtimit tim, kështu që ju e shikoni se si flas unë. Me fjalë shumë të thjeshta dhe mund ta ndjek çdo njeri. Nuk është e thënë ti jesh me shkollë që të ndjekësh trajnimet e mia, edhe pa shkollë fare. Mjafton të dish të kuptosh shqip dhe mjafton të duash të ndihmosh veten, kaq. Nuk ka rëndësi titujt edhe diplomat. Më kanë ndihmuar thot selfete në YouTube dhe ditaret e tu i kam marrë, kam ndryshuar shumë, jam shumë e lumtur, por punoj ende shumë të ndjek për ditë. Më vjen mirë, më vjen mirë.
edhe diçka, sepse dikush thotë jo na do bësh kalendar si vjet, jo, si vjet nuk kam marrë thirrje për të bërë libra, ditare, kalendare, no, jam shumë rehat. Me thënë e kam shëruar veten në një nivel shumë të thellë, sa unë tani krijoj vetëm kur i gjithë universi më thotë krijo, unë nuk krijoj kur më thonë njerëzit apo kur duhet. Jam në një energji shumë të bukur, jam shumë mirënjohëse Zotit që më çoi prapë në këtë lloj energjie dhe mirënjohëse vetes që hap pas hapi shkova prapë në këtë energji. Jam me fokusuar te trajnimet, te seminaret këtë periudhë. Jam shumë gati për të dhënë energjinë e drejtë për drejtë. Duke marrë parasysh që kam botuar shumë libra edhe ditare, njerëzit kanë ditarin e manifestimit që mund ta merrni tani dhe punoni 3 muaj rresht për të manifestuar dëshirat tuaja. Ditari e rrugtimit magjik, ca kopje të fundit kanë ngel dhe nuk do ta ribotoj më. Kështu që janë te 4 libra, 2 manuale, 2 libra. Keni pafund për të marrë nga energjia ime, lexoni ato librat që janë. Kështu që nuk do ketë kalendar, nuk do ketë libër, nuk do ketë ditar. Në lidhje me çfarë më thot një vajzë, një zonjë, më thot jo, Nati është shumë e mirë, unë kam dëshirë që të thoja diçka, të bisedoj diçka me ty, kam menduar të bëj një trajnim për dikosh fëmijëve, sepse ata janë e ardhmja, nuk e kuptoj, trurim që është pak impir, sot nuk e kap do atë. Është Ailen Arta, lexohet lutem çka ka dashur të thotë. Nga fundi, më nga fund. Tani në fund, nuk është se ka hec shumë. Është dalë ndryshe në fund. Jo, hec më lart. Aha, të bëj, e kuptova se ka bërë koment tjetër. Mendon që të bëj një trajnim vet, thot, për fëmijët, e ka specifikuar, po 12 deri në 18 vjeç, thot, ta bëj trajnimin tonë, të di si ta menaxhoj, thot, vet ajo. Arta të menaxhoj, domethënë fëmijën e vet. Kam përshtypje. Po, nuk kemi çfarë diskutojmë, domethënë ideja është se ka shumë njerëz që shkojnë te gocat, pas gjithë këtyre live-eve që unë bëj edhe që i specifikoj të gjitha, shkojnë në WhatsApp edhe ju thonë dua të flas me Jona, të ma konfirmoj Jona, edhe pastaj, jo, nuk kam çfarë flasim, domethënë ai që do të punojmë vetë futu, nuk do bëjmë ceremoni, nuk do bëjmë parti hyrës, hajt bëjmë parti se hyrën trajn, nuk të duar troket njëri ty se bën ti trajnimin, nuk ta ka për detyrë Jona të rri kështu se do vishte të trajnimin, nuk ti po merr eksperiencën time të jetës për 200 darka. Kështu që nuk as që bëhet fjalë të bëjmë në seancë para se të regjistroj. Jo, ta kam dhënë gjithë informacion, po deshe hajde, nuk detyroj njeri, ama i kam bezdi këto gjërat që zvarritemi, ta diskutojmë dhe një herë dhe 2 herë, ç'a do diskutosh më? Një buton është e website-it, e profili im, futu, kliko aty, madje as te stafi mos shko, nëse nuk e bën dot shko te stafi, pa problem. Të ndihmojnë vajzat se si të regjistrohesh, s'është problem fare. Ama të flas me Jonën, ta diskutoj, ç'a do diskutojmë ne bashkë? Ç'a do gatojmë sot për drek? Po jo, futu aty, shikoj këtë të specifikuar atë website-it gjitha. Nuk kemi ç'a diskutojmë, futu edhe bëj trajnimin. Ju mirëpres të gjithëve aty kush ka ardhur të vini te trajnimi. Jam shumë gati. Këtë periudhë jam shumë gati, është energjia shumë e bukur. Jam e fokusuar te trajnimet, seminaret 100%. Shiko se, di, çfarë vërëm te ky live, 120 njerëz ka arrit me zor, janë gjithë në punë e kështu dhe kaq pak njerëz që janë live dhe është live që ka marrë komente dhe vlerësimet më pozitive nga studentët që kanë bërë trajnimin e ankthit. E di se sa shumë po vlerësojnë? Jo vetëm Nela, ka shumë të tjerë. Falenderoj çdo ditë për dorën që më dhe tregove rrugën dhe unë ndoqa me shumë vetbesim dhe siguri. Dola për mrekulli, kam arritur shumë gjëra falte jo, Ana, ti e dritë. Edhe faleminderit shumë që bëre këtë vlerësim, më kujtohesh sa kemi punuar bashkë. Atëherë flisim në Instagram, nuk flisim në WhatsApp, ishte grupi mbyllur në Instagram, më kujtohesh pafund, më dërgoje detyrat, të risi ato voice-et, jam shumë e lumtur për çfarë ke arritur edhe të uroj më të mirë aty dhe familjes tënde. Kështu që ka shumë pafund që më vlerësojnë edhe këtu në live nga ajo çfarë kemi arrit në trajnim. Ti dedikoj unë trajnim fëmijëve, trajnim për fëmijët. Kur ke dilema si zgjidhje, unë s'kam dilema, unë Elis Xh, kur ke dilema si s'kam dilema fare. Unë jam alien, se s'kam mundësi, unë s'kam dilema.
Fare. Nëse ka dilemë këtu. Jo, si zgjidh thot, kur ke dilema si zgjidh Jona. E ka për mua pra, ka unë dilema. S'ka unë dilema. Po e ka për vetën të bëj trajnimi se s'do flasim tani për çdo temë këtu. Juliana, uroj që ti jesh mirë. Jonida, jesh shumë e mirë dhe ti. Unë s'kam as dilema, unë s'kam as pasiguri, do me thëmë jam shumë aliene në përditshmëri dhe kjo gjë arrihet kur ti punon me veten po i praktikon ato që mëson. Nuk ka më dilema unë në jetë. Unë e dua e bëj se dua them jo. Nuk është jeta ime me dilema. Unë thjesht kam një ritëm të caktuar të jetës që e kam vendosur unë dhe Edi të jetë e tillë, sepse kemi prioritet vajzën, sepse vitet e para të jetës janë shumë të rëndësishme. Por të kem un dilema për aspektet e tjera, jo, për asnjë moment. Suzana thot, uroj ditë të bukur. Ika thot se më tërhoj që vëmendje menaxheri. Ja Suzana, hiq atë telefon nga duart, hiq tani se s'ka kuptim se mos e të heqin nga puna. Këtu jemi ne, ja do ta ruaj live-in dhe ndjekësh më vonë. Në YouTube do hedhë se. Do hedhë në YouTube patjetër. Punë të mbarë, Suzana, dhe vazhdo. Skënder të përshëndesi. Edhe, jo, Rida është tani e freskët, para ca ditësh mbaroj, para ca javësh. Rida e thot, edhe mua më ka ndihmuar shumë trajnimi menaxhimit të ankthit, ishte unik, mua më zgjoi shpirti. Dikush tjetër thot, mua më ndihmove shumë para se të ndiqja aty. Rida, jam e lumtur për të. Pse se fillove për te limiteve më, Rida, siç e kishim lënë? Filloj në shkurt, filloj me grupin e shkurtit. Se në fakt personat e cilët bëjnë trajnimi për të menaxhuar ankthin, pastaj kanë të tjera benefite, aq sa të futen te akademia, kanë shumë gjëra të tjera, kanë edhe Kanë prapa. Jo, kanë të tjera ulje çmimi kështu ekstra. Kështu që Rita, jam shumë e lumtur që ti kërkove ndihmë te unë edhe arrite të sukses që arrite në zhvillimin tënd. Shumë njerëz e shprehin vlerësimin që kanë ndaj meje gjatë rrugtimit për të shëruar veten emocionalisht nga ankthi, edhe unë jam shumë e lumtur që ju kam ndihmuar. Kam bërë vetëm ato që ti të bëj më mirë, e bëj edhe me sy mbyllur të jem, edhe në gjumë të jem, edhe nuk e di. Në orën 3 të mëngjesit të më zgjosh të më thuash më ndihmo te i kaloj ankthin, e bëj tashmë në mënyrë shumë natyrale, është bërë natyra ime e dytë, sepse ka qenë rrugtimi im. Edhe u përforcua më shumë nga të gjitha vlerësimet tuaja. E kuptova që nuk po hecja kot me dëshirë për të ndihmuar njerëz, por po e ndihmoja vërtet. Kështu që e mbyllim për sot. Ju uroj një javë sa më të bukur. Unë e kam full me seanca prezantimi me studentët që janë te trajnimi për të menaxhuar anktin. Filloj në orën 2 dhe mbaroj në darkë vonë nga ora 9. Kështu që janë 7 orë seanca, që për mua është shumë kënaqësi në fakt. Është dhe nesër e njëjta gjë, sepse janë shumë persona te ky grup, që ditën e mërkurtë jemi gati dhe të fillojmë. Prandaj, të mirëpres. Nëse ti e ke vendosur që nuk do të lodhesh më duke u zvarritur, e do më në fund të ndihesh dhe ti atë shijen e lirisë, se nuk janë filma Instagrami, këto është jeta e vërtet reale. Po, ti mund të jesh i lirë dhe i lumtur, ti mund të jesh i fuqishëm në trupin tënd. Edhe nëse ndije që ka ardhur momenti dhe do ta jetosh një jetë të vërtet, unë të pres. Në datën 12 fillojmë, zgjat 4 javë, por që bazë datës 12 është e pamundur që unë të jem aty. Sepse te ky trajnim dhe të gjitha trajnimet që unë ofroj këtë periudhë, unë flas për ditë në WhatsApp me secili nga ju është trajnim individual. Bazë 4 javësh nuk dua më, se më kanë dhënë kaq shumë energji. Pastaj do bëj vetë baklava. Baklavaja që thash do bëj baklava, jo baklava nuk bëj. Por në rri, në shtëpi, provoj ca receta të shëndetshme. Do jem prezente në Instagram për gjëra më argëtuese, palestër, stërvitje, gatime, këto gjëra domethënë. Kështu që kaq për momentin për trajnimin. Shihemi live nesër. Do jemi këtu edhe nesër. Edhe çfarë keni shkruar? Jona, faleminderit për gjitha informacionet që na jep.
Juliana thot vetëm nga YouTube dhe librat e tu thot kanë ndryshuar. Klara thot filloi jeta e dytë thot në momentin kur po ndjej këtu dhe po punoj me librat e tu. Bujar të përshëndes. Mua më kanë ndihmuar vetëm nga YouTube-i. Jena thot dikush, jam shumë e lumtur që ju kam ndihmuar me libra, me YouTube, me video. Nuk ka rëndësi se si ju kam ndihmuar, thjesht e keni marrë energjinë time dhe e keni parë se si ju ka ndryshuar jetën në formën e një libri, në formën e një video apo në formën e një trajnimi. Dhe kjo është përmbushje misioni për mua. Jona mund të manifestohet, manifestimi i parave a vjen brenda ditës. Ka raste që po, ka raste që jo. Po ndodh ndonjëherë. Fatmire thot trajnimi për te limiteve më ka kthyer lirim. Të faleminderit Jona, mirënjohjen pafundësi. Ti je dritë, jam shumë e lumtur, grupi yt ishte një ndër grupet më zjarr, keni punuar të gjithë në një nivel shumë të lartë. Grupi 9 për te limiteve ka qenë zjarr. Kështu që shumë e lumtur. Si e ke shpirtin, ashtu pa çdo gjë në jetë dritë, faleminderit shumë. Rita thot jam e karkuar këtë periudhë, Rita e di. Pa problem, jam këtu për ty kur të vendosesh. Nuk e di kush është ky person, user, dhe thot më ndihmove shumë në ditët më të errta, kur isha në ditët më të vështira të jetës sime, kur nuk dija çfarë ishte ankthi, stresi, kërkoja ndihmë, thot ku ta gjeja më dole ti, thot, ja dola fal teje. Nuk e di kush je mbas këtij profili, po jam shumë e lumtur për ty. Edhe të uroj vetëm bekime në jetë. Çeki thot, o zot, që nga të gjithë këtu studentët e mi jeni dashuri. Unë kam bërë trajnimi me anktin, thot, dhe kam bërë gati një vit, thot, kam vënë gati një vit shumë më para jetën. Tani jam në trajnimi për te limiteve, ndihem shumë e lumtur që punoj bashkë dhe prapë me shumë dashuri dëgjoj çdo live. Jam e lumtur që je këtu. Detyrën e ke bërë sot? Se ke detyrën ti që je këtu në live. Se grupi për te limiteve ka filluar detyra. Ka detyrën nëmër 3 sot dhe nesër kanë seancën 2. Jam shumë e lumtur që po marr kaq shumë vlerësime për trajnimin e anktit live. Këtu në live nga ish studentët, jam shumë e lumtur. E di pse jam e lumtur, sepse efektet ky trajnim nuk i ka, se ka disa lloj trajnimesh që ta japin efektin vërtet aty në moment, edhe ky ta jep, por nuk t'i japin teknikën, t'i japin vetëm atë ndjesinë, dhe ti ndihesh mirë për momentin dhe kalojnë disa muaj dhe nuk ndihesh më mirë. Por, ky trajnim i ke të gjitha teknikat që edhe sikur të përballesh me ndonjë sfidë mbas disa muajsh apo vitesh, të filloj sërish tankti, ti di se si ta kapësh veten sërish, ti di se si ta çosh veten. Pra efektet që lëm këto trajnime janë në përjetësi. Pse e them në përjetësi? Për këtë arsye se nuk mbaj sekrete, nuk mbaj gjëra të fshehta, unë nuk jap me grimca, me përqindje. Të jap kaqun te ky trajnim që të më mbetet kjo për tjetrin, nuk jap. Çdo gjë që kam merri të gjitha vëri në punë, jetoj lumtur, ka bërë Zoti plot për të gjithë. Ka bërë Zoti plot dashuri, lumturi, para, pasuri, çdo gjë më ka bërë Zoti për të gjithë. Unë nuk jap me grimca. Nuk i numëroj unë seancat në sekonda. Nuk e bëj unë këtë gjë. S'kam qenë ndonjëherë e tillë. Prandaj dhe jetoj në një bollëk të tillë. Mbi të gjitha bollëk dashurie. Prandaj njerëzit më duan kaq shumë, se mund të më shikojnë shumë këtu në Instagram, po çka ka kjo që e duan njerëzit kaq shumë? Po ja këtë kam unë, nuk vë limite në dashuri unë. E jap me gjithë shpirt dashuri dhe Zoti ma kthen të shumë fishuar. Kjo është e gjitha. E thash bukur? E të vi ky vlerësim, sa bukur e the, thot. Të vi nga ty, ky vlerësim, sa i bukur që je bërë sot. Ha? Je bërë shumë i bukur sot e duar të kaca. U tërprove? U tërprove ka komplimentat? Trajnimi për te limiteve, të mësosh se si të shërosh plagët e fëmirisë, komplimentat i pranojmë. Pse jo? O Gjeni, shumë dashuri për ty. Gjeni thot i idhullim të falëndër nga shpirti. O Gjeni, video jote, vlerësimi ju të bë viral, si ja dole me anktin. Kështu që ti s'ke qa flet më, s'ke qa thua. Ti bëre një video se si ja dole me anktin dhe u bë virale, çdo gjë. Hati ja shumë dashuri për ti, e shumë e mirë. Riselda thot s'ke parë grupin e riti, pastaj thaj për grupin nënde. Pash grupin, i vund zjarin dje me postime, ditën bashkë, shumë zjarë, shumë lartë ishte me energji. E vura re dje, ishte shumë, janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, i kanë shumë atë qëllimin e përbashkët, prit ku do jemi, se do bëjmë seancat e tjera live, do kënaqemi.
kur do ketë grup tjetër për te limiteve. Dëshira ime është që në janar të filloj trajnimet prapë, por duke marrë parasysh se si kam disa rrethana, gjithmonë prioriteti është vajza edhe nuk do ta quaj kufizim, po zgjedh unë që të vë vajzën në vend të parë për gjithçka, kështu që në muajin shkurt me shumë mundësi do jetë për te limiteve dhe trajnimi për të menaxhuar anktin sërish. Ikim. Ju dërgoj shumë dashuri edhe stafi është në dispozicion për të bërë regjistrimet në kohë. Sot ose nesër do postohet ajo video e bukur me zi pres ta postoj që u plotësua grupi, sepse dhe unë deri diku mbledh mendjen kur bëhet grupi dhe jam e qetë, vazhdoj seancat, jam e qetë, fillojmë punën të mërkurën. Kështu që regjistro, nëse e ke ndarë mendjen, nëse se ke ndarë mendjen, do shihemi nesër live. Kalofshi sa më mirë. Sa kushton trajnimi po më pyesin 2-3 persona. Në WhatsApp do marrësh të gjitha informacionet, sepse kur ti thua sa kushton, ti nuk do ta bësh trajnimin, sepse e ke gati justifikimin që s'kam lekun, jo. Po të futesh në WhatsApp dhe të informojnë se çfarë përmban trajnimi dhe si do të ndihmoj trajnimi ty, ma besoj që ajo vlerë lekësh është thërrime në krahasim me ato që do fitosh. Prandaj sa kushton trajnimi nuk e marr fare në konsiderat si pyetje. Kështu që futu në WhatsApp dhe pyet, të lutem më informo për trajnimin, informo për gjithçka, pse vetëm çmimi? Ajo të frenon ti vetëm çmimi? Po çfarë ti do marrësh? Po transformimi që ti do marrësh. I ka tani e mbyllim se jemi afër kuzhinës sot dhe po fillojnë të rajnë vesh të bëjnë omleta për mëngjes, se ka shumë turista, kështu që unë po e mbyll. E di sa të dërgoj shumë dashuri, shumë dritë për ty edhe për fëmijët e tu. Je dritë e Zotit, mos e haro këtë gjë asnjëherë. Pavarësisht sfidave që ke me fëmijët, ti je dritë dhe mos e haro këtë gjë asnjëherë. Sfidat më të mëdha janë për ata që janë më të fortë dhe din të përballojnë. Ika, kalofshi mirë.